Shega, një frut që vjen me plot përfitime shëndetësore. Shegat kanë pak kalori dhe yndyrë, por janë të pasura me fibra, vitamina dhe minerale. Përfitimet e tyre përfshin veprimet antioksiduese, përmirësimin e shëndetit të zemrës dhe traktit urinar, rritjen e qëndrueshmërisë gjatë ushtrimeve dhe më shumë. Shegat janë fruta të rumbullakta me ngjyrë të kuqe. Ato kanë tul të bardhë brenda, i cili përmban fara krokante e të lëngshme që quhen arila. Ato njihen kryesisht për lëngun me ngjyrë të ndezur, por ky frut i veçantë ofron shumë më tepër se sa kaq. Të pasura me antioksidantë. Antioksidantët mbrojnë qelizat nga dëmet që shkaktojnë radikalet e lira, të cilat lidhen me sëmundje kronike si kanceri apo diabeti. Shegat përmbajnë shumë antioksidantë si punikalaginet dhe antocianinat që ndihmojnë trupin të qëndrojë i shëndetshëm. Luftojnë inflamacionin. Shegat mund të ndihmojnë në uljen e inflamacionit që lidhet me sëmundje si sëmundjet e zemrës, diabeti dhe kanceri. Kjo falë përbërjeve që kanë veti antioksiduese dhe antiinflamatore. Mund të ndihmojnë kundër kancerit. Disa studime tregojnë se ekstrakti i shegës mund të ngadalsojë rritjen e qelizave të kancerit, veçanërisht në mëlçi dhe prostatë. Të mira për zemrën. Pirja e lëngut të shegës mund të ndihmojë në uljen e dhimbjeve të gjoksit dhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, gjë që mbron zemrën. Të dobishme për veshkat. Ekstrakti i shegës mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka, duke ulur përbërësit që i shkaktojnë ata, si kalciumi dhe oksalati. Luftojnë mikrobet. Përbërjet në sheg mund të ndihmojnë në luftimin e baktereve, sidomos atyre që shkaktojnë erë të keqe në gojë dhe karies. Ndihmojnë në ushtrime fizike. Shegat mund të rrisin qëndrueshmërinë dhe performancën gjatë aktivitetit fizik dhe të ndihmojnë trupin të rikuperohet më shpejt pas ushtrimeve. Të mira për trurin. Antioksidantët në sheg ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga sëmundje si Alzheimeri dhe Parkinsoni, duke reduktuar dëmtimet qelizore dhe inflamacionin. Përmirësojnë tretjen. Shegat ndihmojnë në ruajtjen e baktereve të mira në zor dhe përmbajnë fibra, të cilat janë të rëndësishme për tretjen dhe shëndetin e stomakut. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.